Report TV vijon të dominojë mes televizioneve me më shumë audiencë, tashmë edhe mes më të ndjekurve në kanalin zyrtar në YouTube në Shqipëri dhe Kosovë. Rankimi në Top 5 vjen nga një studim i zhvilluar nga Terra World Analytic për muajin dhjetor me objekt studimi shikueshmëri në YouTube të 28 kanaleve kryesore të mediave dhe portaleve në Shqipëri dhe në Kosovë. Për 30 ditët e muajit të fundit të vitit 2025, Report Televizion numëron 14.634.252 klikime në kanalin YouTube. Drejtuesi i Terra World Analytic, Blerim Gjeladini, sqaron se janë analizuar mbi 64.000 video të publikuara në YouTube për muajin dhjetor dhe renditja është bërë në bazë të shikueshmërisë totale për kanal gjatë periudhës 1 deri në 31 dhjetor 2025. Dhe jo në numrin e subscriberave apo në shikimet historike të kanalit. Kjo metodë mat performancën reale të përmbajtjes së prodhuar në atë periudhë, jo popularitetin e përgjithshëm të kanalit. Tregon edhe nëse njerëzit vazhdojnë të ndjekin, cili është emisioni më i ndjekur, kush është koha kur prodhohet video, cila është dita më e mirë, ora më e mirë, tekstit për çfarë është përmendur, cilat janë videot që përmenden më shumë, emisionet, kene masim të dhënat publike. Vazhdon të jetë edhe spaku si prej keywordseve më të përmendura. Kemi edhe pastaj ngjarje të ndryshme varësisht prej politikës ose prej sportit, edhe tërheqin shumë ngjarjet, reportazhet në përfshatra, në përreth, janë elemente që njerëzit duan të shikojnë. Në këtë studim Shqipëria ka 71.27% të totalit të shikimeve dhe Kosova 28.73% të shikimeve.